Po. Edhe është i lirë fare, 7-8.000 lekë kilja. Shumë bukur është. Dhalt. O mami, sa më ka marrë malli. Dhe mua më ka marrë malli për jugun. I përshëndes gjithë këto të krajinës, nga Vlora deri në Qiparo. Edhe unë i përshëndes. Qatë dashuri, o Zot, egzaltim. Më erdhi një mike nga jashtë, edhe mike librash. Edhe më tha, po ti s'ke frikë, tha që kalon këtej, tha se kjo rruga s'pas ka si frikë. Ishim vonu në fakt. Se shofin se s'ka gardarejl ato anësorët. Një hënë e madhe, sa hënë, kështu nga ato që bërtasin ujqërit, tu hec, o Zot, qa lumëturie. Nuk kam botë si venet primitive të Shqipërisë. Italiane. Eros Ramazzotti. Po. Me Tina Turner më duket. Eros Ramazzotti. Eros, kjo është nga ti që ka kënu edhe me Tina Turner. Ju përshëndes me Erosin! Si quhet ai si haroj gjithmonë emrin ai i madhi që bëri... Romiri. Romi! Të përshëndes me Erosin! Ku dëgjon gjë ai? Ka stres në djamit madhe, si shkon Erosi fare mrina. Me Erosin dy stabon! Super zërë, super. Jemi në kondicion... Tu e flet italisht? Po, goxha. Edhe ti përse? Po i kuptoj mirë. Unë e flasë si Shqipa. Bravo. Edhe shkruar. Bravo. Në Itali më gatronin që për italianë, Ore, se vija nga Trieste. që mënden italianë kur vinë Tiranë, se unë kam shumë veta që shkojnë e vinë. Thonë si ka mundësi ndjemi në Itali. Po, flasin. Brezi janë fletë. Prandaj është një dyndje pa parë se shojnë atmosferën, gjuhën, njerëzit që i përqafojnë. Që mësoj nga televizori. Unë mësova nga goca Verazhet edhe nga Verazhet. Pata fat se fillun ato të më mësojnë tamam si shduaj. Plus që në 92-shin erdi një italian, një prift italian që solli Candima dhe unë isha përkthysja quan Candima ke spitali Kalamajve se që lojdaja i mu lidh me këto, do më thënë rastësisht dhe mësovën shumë libra Kalamajt e Kishës në Bari, se shkujtaj një letër unë për Kishën, tha kë prift të shkruaj një letër për Kishë, se u habit që unë fisja ka që me italisht, unë bëja kërkesat e ambasadës për gjithë lagja. O Lirja, hikim atje në pishin se shkot që po më bëjës një djellin, këto s'ka përdojnë për gjithë. Dhe atje po në erdi. Në pishin? Po, e marim furnello. Ja dhe 10 minuta, të marrë kjo kënga, edhe ikim. Se po e shioj kaj shumë. Edhe... Pastaj mësova shumë libra Kalamajt atëre dhe mësova shumë mirë. Pastaj shkolla për shkollë bëra juridik në Milan. Bëra juridik. Ajde më bëra shef, po bëra dhe pak juridik në Milano. Po për shumë kam bërë qef. Tu pi aperitiv me shoqet në Brera, ke që në Brera beso. Me shoqet e mija, dy qa jetë e bënim në jetë kontesha, shqet 18 vjeçne e maj Milanos, futurina shente, bli pijama Calvin Klein, Suze Prada, Gucci. O ka bozo i risë, mirë ke li bo. Gjithë legët i bëm, mo, telef, pi aperitiv, pi aparon shpriceve në Brera, se zonjat të daja. Kemi për shumë qetë. Po ginin, ku e ke? Kë? Sorginin, ku e ke Sorginin? Po Sorgini vdish duke nejtë mas te, ka frikë të ri me mua. Dirsa u po telef deri në 2 natës, dhe pastaj vjen atje më gjemë unë gjumë dhe flenë, qatë boj. Rekrutoj se Sorginin, iku Sorginin. Ka shumë frikë i shkreti. Po i gati flenë të dalës edhe Sorginit. E pa tje i ka kërcej veti, tha, po qyqa. Tha, më qitë kjo për jashtë, amrena javës mu. Rime ty më që të rime mu. Për kundra zi e kam gjanë.
Po është i bësh për tu pas. Edhe në qoftë se do ishte për mu do ta maja sa më shumë. Është shumë soft. Po pra ne rri me ty ai se ti që ka ti vjen gordja. E di nga I bari djeza. Vjen që të bëj dashuri me mu rrit ma groft. Vdisha, s'kam qa buj. S'di si t'ja buj hallit që kam. Po shiqyja pas ke mësu emri njerë, se ngele du I dhona I quni e Edhe quni dhja nga si e trova. Si e gaj. Ja, u dëgjova juve. E kam rrejt shkretin se I thash dje do më gjeshëm krevat kur doj që të vish. Shkova krevat një. Ky është Gianluca Grignani, Ja, si do shkoj sot. Kapelja. Grignani është ky? Gianluca Grignani është? Tash kush është ajo, Sara apo ajo Di tjetra? grande tra di noi. No. Apo Neku? Nek. Neku është. S'po më vjen. Una cosa di grande tra di noi. Si sha. Pa, që më ka gjetë mu. Kush e priste? Njeriu që më ka shahe, më ka telendis? Edhe mu ka sham, se është e plerë. Po po mu ka shahe fizikisht I herë, që me thonë ti që s'ka asi lidhje Se këtë. që është e ty të burizonte. Edhe dhia I ka citat më bukra. Qatë dush ti ka thonë. Edhe lopa I ka zorin më të mirë. Qatë dush ti. Edhe gomari ka komët më drejta. Qatë ka thonë. Ta shi I vjerotull. Qatë I bojë, unë kam thonë ky ka imunitet lartë dhe I meje se unë për këtë jam objekti I shomtis. Ja, ta shi ku dalim. Hajde besoj lafeve. Kush të shanë të donë? Është kusht të rref. Kush të rref asaj ai është mrena kompleta I vazë. Kjo fjala rref mos do me thonë I gjë tjetër. Po. Ka rafje. Po për ne, po. Pra tani, të lutem. Kemi konkret, apo jo? Kush të erotizon Kush të erotizon të shpëton? Të shpëton, po, majt, ose të trafton, nuk I dihet. Të trafton? Sigurisht, Të malkon, kush të erotizon? Jo, të trafton. Sepse të tërheq, të jep, të merë... Të tërbon, kush të erotizon, të tërbon. Të tërbon. Të shkallon. E vërtet është edhe të trafton. Të shkallon. Jo, varet nga sa atraktiv është gjëja, sa jep e merë. Sa më atraktive, aq më shumë në një raport, po të marrësh atë që jep, s'ka shans me po si ndodh. ta ndash, ku e di ti ku është kufiri? E di. Me fjalë, e di sepse kufiri është ai që ne I vendosim vetes dhe partnerit. Pra, po ti je konkretist, po unë që s'jam, si t'ja boj? Prandaj po them, në qoftë se ti merr aq sa jep, në qoftë se ti merr aq sa kërkon dhe jep aq sa ajo kërkon, në rastin tim, aty pasaj gjëja nuk ka fund. S'ka fund, po unë jap shumë që ta I qafe. Ti jep shumë që ta I që qafe. Na, merë shumë, merë gjitha. Ajt pirdu dhe shi. Ajde ik pirdu, okej. Edhe unë kam pas në pak kushte. Ik. More spade për të morë, shkove nga aja ke zhëra, ik tani, s'ka më shkronja. Ati tu na. Tani du të flasë të alfabeti kines. Iku kjo. Na, ik.